kemi këtë çmim që diametralisht apo bukur më i lartë për litër të naftës dhe benzinës krahasuar me dje, por nëse do të vazhdoj kjo intencë e luftës në xhirin persik, me siguri prap do të kthehemi në atë nivelin e çmimit që ka qenë para disa muajve kur filloi një stabilitet. Po e kalkulojmë këtë situatë i kryuar në aspektin e inflacionit. Është e vërtetë që në mars dhe prill edhe maj ka qenë një muaj mjaft inflator, ku inflacioni ka arritur në 7.5% në Kosovë, e kemi pas një tkurje fal uljes së çmimit të naftës në 6.3%, mirë po tani intenca e rritjes së inflacionit në Kosovë vërtet do të jetë prapë rritse, sepse efekti zinxhiror është prezent dhe kjo do të ndikojë që krahas ngritjes së çmimit të derivatës naftës kemi inflacion të importuar, i cili manifestohet dhe reflekton edhe në prodhimin vendor dhe në shumë kosto tjera duke filluar nga transporti. Qartë, zotri Gërxhaliu, për të ndërlidhur me këto që ju sapo po flisni, këtë tha në fakt sot na njoftoi që çmimet në qershor janë rritur 6% krahasuar me vitin që ka shkuar. Pra jemi tek Agjencia e Statistikave të Kosovës, pra është një numër alarmues.